Ekipi i Mundjes së Vllaznisë po rikthen gradualisht traditën e një prej sporteve më të suksesshme të klubit Kuqe Blu fal punës me brezin e ri të sportistëve dhe përkushtimit të trajnerëve. Edhe pse prej vitesh sporti i Mundjes është përballur me vështirësi infrastrukturore dhe mungesë kushtesh stërvitore, pasioni dhe puna e vazhdueshme kanë bërë që ky ekip të rikthehet sërish konkurrues në arenën kombëtare. Pas kontributit të veteranëve Det Bregu dhe Nazmi Elezi në riorganizimin e ekipeve të moshave, stafetën e drejtimit e ka marrë ish-mundësi Altin Anza, i cili po vijon traditën familjare në këtë sport. Djali i ish-kampionit Alianza dhe pjesë e familjes sportive Guri, ai po punon për të nxjerrë talente të reja në mundjen shkodrane. Suksesi më i fundit erdhi në garat e Kupës së Shqipërisë të zhvilluar në Tiranë, ku Vllaznia u rendit në vendin e dytë, ekipor pas Tiranës kampione. Në garat individuale spikatën Eglis Mhillaj në peshën 70 kg, Klevis Koçeku në 79 kg, Enes Anza në 86 kg dhe Kevin Kiri në 97 kg, të cilët u renditën në vendin e dytë. Ndërkohë, Fabian Dodani në peshën 61 kg, Maldin Camaj në 65 kg dhe Jurgis Pepaj në 74 kg siguruan vendet të treta për ekipin Kuqe Blu. Pas këtij rezultati pozitiv, Mundësi Shkodran po përgatiten tashmë për kampionatin kombëtar, ku objektivi mbetet renditja mes ekipeve më të mira dhe shpallja e kampionëve individual.